إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Gjitha hamdë dhe falenderimet I takojnë Allahu Gjalla Sha'nuhu wa taqaddasat asma'uh. Selamet ja dërgojmë mësuesit e njerëzisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Duke lutur Allahun Gjalla wa Ala që edhe ne të jemi pjesë atyre të besimtarëve të cilët e ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, rrugë e cila e dërgon njeriu në xhenetet më të larta të Zotit Gjalla Sha'nuhu. Andaj edhe sot me lejen e Zotit do të shpjegojmë një hadith të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku na I tregon disa kategori të njerëzve, të cilat kategori arsyetohen nesër në ditën e gjykimit para Allahu Gjalla Xhalaluhu për mosudhëzimin e tyre. Arsyetohen tek Allahu, kanë arsye. Pse nuk janë udhëzuar në dynja? Pse se kanë falë namazin, pse s'kan agjeruar, pse s'kan qenë musliman? E transmeton hadithin e Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, I cili hadithi është sahih. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة يحتاجون يوم القيامة. Katër kategori njerëzve argumentohen nesër ditën e gjykimit para Zotit Gjalla wa Ala. E para, rajulun asam la yasma'u shay'an. Thot një njeri I cili është shurd me mec, I cili nuk dëgjon asgjë. I dyti, wa rajulun ahmaq, edhe një njeri I cili nuk ka qenë normal, ka qenë ahmaq. Ahmaq në gjuhën arab, nuk është normal. Wa rajulun harim, edhe një njeri I cili ka arrit aq moshën e shtyrë sa që ju ka fshi memoria, harim. Wa rajulun mata fi fatratin, edhe I katërta kategori njeri I cili ka vdek, nuk I kanë ardhur asnjë pejgamber para Zotit Gjalla wa Ala ka argument. Ka vdek një njeri që kur s'kan dëgjuar për pejgamber. Kur dalin ditën e gjykimit, fa amma al-asammu fa yaqul, ditën e gjykimit thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shur me meci del dhe I thot Zotit, Rabbi, laqad jaa al-islam wa ma asma'u shay'a. Thot Zotit, o Allah, o Zoti im, ka ardhur Islami, unë s'kam dëgjuar për to. S'kam dëgjuar për Islam. S'kam pas vesh me ndëgju. Pastaj, wa amma al-ahmaq fa yaqul, njeriu që s'ka qenë normal thot, Rabbi jal islam wa ma aqilu shay'a. Thot o Allah, ka ardhur Islami, unë s'kam qenë normal, s'kam di çka është me mendu. Mirë dhe khajr. As-sibyanu yahdhifunani bil ba'ri. Fëmijë më kanë gjujt me gur rrugës. Këto argumente I përdor. Njeriu që s'është normal para Allahu Gjalla wa Ala ditën e gjykimit. Pastaj thot, wa amma al-harim fa yaqul Rabbi laqad jaa al-islam wa ma aqilu shay'a. Gjithashtu, plaku I shtyr në moshë, ju ka fshi memoria, thot o Zot, ka ardhur Islami, mund ka gjetë të shlyr nga koka, nga mendja. Andaj thot, s'kam pas se si të ndëgjoj fjalën e mirë, udhëzimin, Islamin, dinin ton. Wa amma alladhi mata fi fatratin, e ai I cili ka vdek thot në natyrshmëri, që si kanë ardhur pejgamber, s'kan dëgjuar kur për pejgamber, ka jetu dikun larg. Thot, fa yaqulu Rabbi ma atani laka minka rasul. Thot, nuk më ka ardhur prej teje pejgamber që më ju përgjigj thirrjes. E Allahu Gjalla wa Ala ditën e gjykimit thot, fa ya'khudhu mawathiqahum li yuti'unahu. Jo merr besën që kanë më u bindur urdhrave të Zotit Gjalla Xhalaluhu. Fa yursila ilayhim an idkhulu an-nara, ju dërgon pejgamber aty për aty ditën e gjykimit. Dhe ju thot, hyni me një zjarr, nëse doni më u bind Allahut, apo doni më u bind Zotit, Allahu po ju urdhëron me hyrë në zjarr. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman dakhalaha kanat alayhi bardan wa salama. Ai që për këtyre katër kategorive futet në të, gjen shpëtim, sepse është I kfjallat është ujë, por duket si zjarr, është I ftoftë edhe shpëtim për ta. Pastaj thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ومن لم يدخلها
suhiba ilejha, edhe ai I cili nuk futet, nuk I bindet pra urdhave të Allahut, mirë dhe futet në zjarr të xhenemit. Këto kategori të njerëzve të dashur vëllezër kanë arsye para Allahu xhallahu ala. Unë edhe ti a kem arsye. Unë edhe ti. A kem arsye me dal para Allahu xhallahu ala nesra me thonë Allah, s'un jam fal vallane. A mund me thonë ti edhe unë. A kem argument me thonë para Allahu xhallahu ala, o Allah, ju mjaftuve unë veç me një xhumë. Si kum fal 5 vakte. Pse kështu? A ka argument? S'ka argument. Nuk ka argument me thonë si kum fal 5 vakte të namazit. Nuk ka argument me vazhdu vetëm me një xhuman gjatë tërë jetës, vetëm me një bajram. Me ardhë agjerimi e Ramazani dhe me kalue, hiç mos me di që ka shtëpitë muslimanit. Me ardhë haxhi, me ardhë zeqati, me ardhë veprat e mira. S'kem argument nesra para Allahu xhallahu ala ditën e gjykimit. Ka argument I çmenduri, edhe ai s'provohet. Ka argument ai I cili ka qenë fëmijë, edhe ai është xhenet likur des. Ka argument plaku I shtyn me moshë I cili I ka fshi memoria pa ndëgju për Islamin. Ka argument ai I cili është shurmemec, po unë edhe ti ndëgjoj. Ka hala shurmemec që fali namaz, Allah, dhe pse është shurmemec? Fali namaz. Fali namaz më shumë se ai që ndëgjon dhe sheh. Prandaj dashur vëllezër, këto kategori neve na dha mësim shumë. Kjo është amanet mbi supët tona që Allahu xhallahu ala na I ka rëndu këto çështje dhe neve duhet I kryejm sepse janë në favor tonë. Namazi jonë është për neve, nuk për Zotin xhallahu ala se hyn kur çdo Zoti punë. Po falet ti edhe unë ose s'u fale. Po shpëtimi jonë nga zjarri I xhenemit është nëpërmjet namazit. Sepse Allah ka thënë, dëshiron me u kthy në xhenet aty ku ka qenë Ademi alayhis salam, atëherë navigacionin e ki kështu. Do të me besu Allahu xhallahu ala një dhe I pashoq. Do të me I besu me lajket e Zotit që janë krijesat e Allahut pa xhinim. Do të me besu pejgamberët e tij. Se cilin, jo vetëm disa mos me besu. Librat e tij. Do të me besu ditën e gjykimit dhe qada dhe qaderi. Do të me çu në vend shtyllat e Islamit, shahadetin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, që shohën për njerëzve se din hiç, edhe I thot vetë musliman. Do të me fal namazin Allah. Me agjeru Ramazan, me dhënë zeqati, me shku në hax, këto është shtyllat e Islamit. Kjo është navigacioni që çon robën në xhenet. Prandaj dashur vëllezër, a kemi argument nesër para Allah? Vetëm këtë duhet me mendu. Që kemi dal para ti, dhe na mend në pyetje, a kemi argument sikur këto 4 kategori të njerëzve? Sepse dinin e Allahut e kemi emanet. Allahu xhallahu ala thot inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. Amanetin, fen, dinin, Kur'anin, thot Allahu ja udhan qijeve dhe tokës, ja ofruam qijeve edhe tokës, merne. Amanetin e Allahut. فأبين أن يحملنها. Nuk munden me pranu, thot, no, jo Allah nuk e pranu. Se s'mujnë ndoshta me e baj. فحملها الإنسان. Njeriu e ka marrë përsi për Kur'anin. Librin e Allah, dinin e tij, misionin e pejgamberëve, njeriu e ka marrë. Allah thot hamalha al-insan. Andaj ne duhet këtë emanet me çun vend. Duhet më mësu rinis këtë emanet. Se pa din nuk shkohet tek Allahu xhallahu ala. Pa iman nuk shkohet te Zoti xhallahu xhelaluhu. Pa namaz nuk shkohet te Zoti xhallahu ala, sepse sot jem nesra nuk jem. Nuk I kem në këto argumente që Zoti më na dërgu pejgamber pastaj ditën e gjykimit. Ai ka dërguar në dynja, e kem Kur'anin para durve, I kem veprat e mira, alhamdulillah, kem njerëz që na thrasin në rrugë të drejtën dhe ndalojnë nga rruga e keqe, duhet I përgjigjemi thirrjes. Në qoftë se dëshirojmë të jemi në anijen e shpëtimit të Nuhut alayhis salam, në qoftë se dëshirojmë të jemi në karavanin e të shpëtuarve, duhet I përgjigjemi thirrjes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, të kryejmë obligimet e Allahut, ndalohemi nga ndalesat e tij, të bëhemi prej robërve të devotshëm, që nesra mos kemi nevojë që të arsyetohemi para Zotit xhallahu ala, po ta shpresojmë faljen e tij, sepse ai I cili I rrin gati namazit e tij, ai I cili I rrin gati namazit e tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë është hak I Allahut me fut në xhenet. Hak I Allahut është me fut në xhenet ai I cili I fal 5 kohë namazit. Po më parasysh veprat e liga që I ka thënë Rasulullah. Prandaj jepja besën Allah xhallahu ala,
që me kriju obligimet e tij derisa të jetë gjallë këtë dynja, duke lutur Allahun xhalla wa ala që na bashkojë në xhenetet e tij ashtu siç na ka bashkuar në këtë xhami. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.